Shpëndan 20 vite bashk letra Al Pacinos për vdekjen e Diane Keaton, më solli lumturi. Al Pacino ka shkruar një dedikim plot emocione për ish-partneren e tij, Diane Keaton, e cila u nda nga jeta për shkak të pneumonisë. 85 vjeçari tha se është i shkatëruar nga vdekja e saj dhe tregon se si ajo ja kishte ndryshuar jetën. Pacino dhe Keaton luajtën bashk në trilogjinë The Godfather dhe ishin bashk për 20 vjet. Kur e mora vesh lajmin, u trondita, shkroi ai, duke theksuar se u trishtua thellë për vdekjen e saj. Diane ishte partnerja, shoqja ime, dikush që më solli lumturi dhe që ndikoi në drejtimin e jetës sime, edhe pse kanë kaluar 30 vite që kur ishim bashk, kujtimet mbeten të gjalla dhe me largimin e saj, janë rikthyer me një forcë që është e dhimbshme dhe fuqishme. Aktori vlerësoi energjinë e saj të pagabueshme dhe se si ajo hapte dyert për të tjerët e frymëzonte. Njerëzve do t'u mungoj, por më shumë se kaq, do ta kujtojmë. Ajo la një shenjë që s'mund të zbehet, ishte e pandalshme, pa epur dhe mbi të gjitha thellësisht njerëzore. Unë do ta kujtoj gjithmonë. Ajo mund të fluturonte edhe në zemrën time, do të fluturoj gjithmonë. Përmbyll letrën Al Pacino.